Allahu i lartësuar urdhëron për drejtësi dhe i do të drejtët. Cilat janë disa prej mirësive të drejtësisë? Allahu subhanahu wa ta'ala e ka urdhëruar profetin sallallahu alaihi wasallam në Kur'an që të mbajë drejtësi. Thot Allahu umirtu li a'dila bainakum, unë jam urdhëruar që të mbaj drejtësi mes jush. Po ashtu Allahu thot inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allahu i lartësuar urdhëron për drejtësi, për të vendosur drejtësi, për të gjykuar me drejtësi, për të mbajtur drejtësi, për të qenë i paanshëm dhe për të bërë mirë, për të bërë mirë njerëzve. Dhe Allahu i lartësuar i ndalon veprat e turpshme dhe punët e këqija, e ndalon dhunën. Këto janë këshilla që u jep Allahu subhanahu wa taala që ju të merrni mësim dhe ju të zbatoni këshillat që ju ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu Allahu në vetë tjetër në Kur'an thotë inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil 'adl. Allahu i lartësuar ju urdhëron që amanetin ta çoni në vend. Nëse dikujt i është besuar një amanet, i është lënë në përgjegjësi një punë, ai duhet të jetë i përgjegjshëm. Ai duhet ta çojë amanetin në vend. Dhe kur të gjykoni mes njerëzve, thotë të gjykoni me drejtësi. Allahu i lartësuar i do njerëzit e drejtë, siç ka thënë në Kur'an, inna Allaha yuhibbul muqsitin. Thotë mbani drejtësi. Fa inna Allaha yuhibbul muqsitin, se vërtet Allahu i lartësuar i do ata të cilët mbajnë drejtësi. Në ditën e gjykimit, prisi i drejtë, drejtuesi i drejtë, funksionari i drejtë, kryefamiljari i drejtë, bashkëshorti i drejtë, do të jetë në hijen e arshit të Allahut të lartësuar në ditën e gjykimit. Domethënë ky është një nga shpërblimet që arrin ata të cilët mbajnë drejtësi. Në ditën e gjykimit ata që mbajnë drejtësi do të jenë në vende të ngritura drite, në të djathtën e Rahmanit të gjithëmëshirshmit, dhe të dyja duart e Allahut janë të djathta, siç thot profeti sallallahu alaihi wasallam në hadith. Dhe kush janë këta që i do Allahu dhe i ngre në ditën e gjykimit, i vlerëson para njerëzve, i lavdëron para njerëzve, do të jenë në vende të ngritura prej drite në ditën e gjykimit, janë ata të cilët mbajnë drejtësi, siç ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam fi hukmihim, në qeverisje, në gjykim, në menaxhim, në drejtim. Wa ahlihim, në familje dhe në çdo gjë që e kanë në përgjegjësi. Duhet që njeriu të mbajë drejtësi në mënyrë që të fitojë shpërblimin dhe mirësinë e madhe të drejtësisë në ditën e gjykimit. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka përmendur në një hadith se edhe kur përpiqesh që ti pajtosh dy njerëz në konflikt apo që kanë mosmarrveshje, ti pajtosh me drejtësi, ke shpërblim sadakaje, shpërblim dhe mirësi tek Allahu i lartësuar, ta'dilu bayna ithnayni sadaqa. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka kërkuar prej nesh që të mbajmë drejtësi në të gjitha gjendjet, qoftë kur je i qetë dhe qoftë kur je i nevrikosur, qoftë kur e do apo kur nuk e do dikë. Prandaj profeti e ka përmendur diçka të tillë si një nga ato që e shpëton njeriu ditën e gjykimit, ka thënë ta'dilu fil ghadabi war rida. Një nga veprat që e shpëtojnë njeriu në ditën e gjykimit është drejtësia. Ti je i paanshëm, qoftë kur je nevrikosur me dikë dhe qoftë kur je i kënaqur me të, qoftë kur e do, qoftë kur e urren. Njeriu mund të mbajë drejtësi me tjetrin kur e do, kur e ka të afërm, kur e lidh një interes me të, qoftë interes pasurie, qoftë posti e kështu me radhë. Por të mbajë drejtësi me tjetrin, të jetë i paanshëm me të, kur nuk e do, ose kur ka konflikt interesi me të, ose kur nuk ka ndonjë përfitim prej tij, ose kur është i zemëruar me të, kjo është e rrallë. Dhe kjo kërkohet që ne të realizojmë drejtësi në të gjitha gjendjet, në mënyrë që të jemi për atyre që do shpëtojnë në ditën e gjykimit. E bukur është se feja jone ka lidhur drejtësi me ditën e gjykimit. Kush mban drejtësi do gjej shpërblim në këtë botë, po do gjej edhe shpërblimin e Allahut, kur Allahu të vendos drejtësi në ditën e gjykimit, do t'i nderojë Allahu i lartësuar të drejtët në ditën e gjykimit. Dhe nga ana tjetër, nëse njeriu është i drejtë, atëherë Zoti na ruajt, rrezikon që të vuajë pasojat në këtë botë, po të vuajë edhe pasojat në ditën e gjykimit.